Gara për drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit ka hyrë tashmë në fazën përfundimtare, ndërsa kandidatët që kanë kaluar testet paraprake po përballen me vlerësimet e fundit nga Komisioni i Posaçëm i Përzgjedhjes. Pas përfundimit të testimit me shkrim dhe vlerësimit të kriterëve profesionale, vetëm një numër i kufizuar kandidatësh kanë mbetur në garë. Sipas burimeve pranë SPAK, intervistat po zhvillohen në ambiente të mbyllura, ndërkohë që pritet që rezultatet përfundimtare të shpallen brenda 2 javëve të ardhshme. Kandidatët po vlerësohen për integritetin, përvojën në hetime penale dhe aftësitë drejtuese. Kritere kyçe për të udhëhequr një strukturë si BKH, e cila ka rol vendimtar në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta. Kreu i ardhshëm i BKH-s do të zëvendësojë drejtuesin aktual, i cili përfundon mandatin këtë vit në përputhje me afatet ligjore të përcaktuara në ligj për SPAK dhe BKH. Procesi i përzgjedhjes po monitorohet nga afër edhe nga partnerët ndërkombëtar të Shqipërisë, të cilët kanë ofruar mbështetje teknike për forcimin e institucioneve të drejtësisë. Zyrtarisht, emri i fituesit pritet të miratohet nga prokurori i posaçëm dhe më pas të dekretohet nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Deri atëherë, mbetet për tu parë se ti do të jetë emri që do të drejtojë një prej strukturave më të rëndësishme të hetimit në vend.